Më fal, nuk ka jetë pas vdekjes. Unë besoj vetëm në atë që mund ta shoh dhe ta provoj shkencërisht. Xheneti, xhehenemi, qengjujt dhe jeta pas vdekjes janë vetëm histori të shpikura. Njerëzit i tregojnë këto histori vetëm që të ndihen më pak të friksuar nga vdekja. Kjo botë tani është e vetmja gjë reale. Kjo mënyrë të menduar i bën një gabim të madh. Ajo supozon se nëse nuk mund ta shohim diçka tani, atëherë ajo duhet të jetë e reme. Imagjino dy foshnje duke u rritur brenda barkut të nënës së tyre. Njëra foshnje i thot tjetrës: "Kam dëgjuar se ekziston një botë e madhe jashtë, një vend me diell, oqeane të mëdha dhe ushqim që e ham me gojët tona." Foshnja e dytë qesh dhe thot: "Kjo është marrëzi. Këtu është errësirë. Ne e marrim ushqimin përmes këtij tubi të lidhur me barkun ton. Unë nuk kam parë kur diell, prandaj duhet të jetë e reme. Ky bark është e gjithë bota. Kur të dalim nga këtu, jeta jon thjesht mbaron." Për foshnjën e dytë, barku i nënës është e vetmja botë, sepse është gjithçka që ajo njeh. Por ajo është shumë gabim. Foshnjët kanë sy dhe mushkri që nuk i përdorin brenda barkut. Pse? Sepse ato sy dhe mushkri janë krijuar për botën tjetër, botën e madhe jashtë. Tani për tani, ne jemi saktësisht si ato foshnje. Kjo botë është vetëm një bark, shpirtrat tanë po rriten këtu. Vetëm sepse nuk mund ta shohim ende jetën tjetër, nuk do të thotë se ajo është e reme. Kur vdesim, nuk është fundi i historisë sonë. Ne thjesht po lindim në botën e vërtet, shumë më të madhe. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, dha një shembull të bukur. Imagjino të fusesh gishtin tënd në një oqean të madh dhe ta nxjerrësh. Kjo botë është si pika e vogël e ujit që mbetet në gishtin tënd. Jeta tjetër është i gjithë oqeani. Po ti, çfarë mendon? A është kjo botë gjithçka që ekziston? Apo ka diçka më të madhe që na pret? Shkruaje mendimin tënd në komente. Nëse kjo video të pëlqeu, na ndiq në kanalin ton Limotiv, që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Na ndiqni.